Pra, njëra mban këtë, tjetra mban këtë. Ndërkohë, pse ju duhet edhe kjo lojë, përveç që përdoret në aspektin nesër për të justifikuar ndryrën, ju duhet edhe për të pasur për të mbajtur nën kontroll deri diku lobin izraelit, pra këtë lobin zionist izraelit, sepse lobi zionist izraelit është futur me gjitha vetë dhe po kërkon që të ndërpriten marrëdhëniet, të ndërpriten bisedimet dhe të shkojë direkt në luftë. Por Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç thash, nuk e kanë kapacitetin që ta fitojnë këtë luftë. Dhe kur them ta fitojnë, nuk do të thotë që këtë luftë do ta fitojë Irani. Sepse nuk është e thënë që në luftë hysh dhe njëra dali humbë, nuk është pothuajse si një ndeshje futbolli që mund dalësh edhe barabart. Por ama kur dalin barabart, barazimi të dyja palët mund t'i nxjerrë jashtë kategorisë. Dhe kjo do ndodhi me Iranin. Pra në Iran nuk do kemi një fitore amerikane ose një fitore iraniane. Do kemi humbje iraniane në aspektin taktik dhe operacional, humbje amerikane në aspektin operacional dhe strategjik. Kurse në aspektin strategjik iranianët dalin të fituar, sepse për sa kohë ti nuk e zhbën dot shtetin e Iranit, për sa kohë nuk do ta rrëzosh regjimin, pra edhe mbas çdo lloj dëmi që do t'i bësh. Regjimi mbetet në fuqi, atëherë ti je humbsi strategjik në këtë aspekt. E qartë. Dhe për këtë arsye po mundohet që të mbahet në një farë niveli kjo ndërhyrja izraelite, e cila është tepër e fuqishme, kjo ndërhyrja këtyre zionistëve izraelit, dhe po mundohet të lozin në këtë aspekt. Çdo lloj marrëveshje për armët bërthamore, për çështjet e uraniumit, Trumpi do t'i konvenonte dhe mund ta mbyllte edhe këtu, por ama kemi një gjë, që në rast se Trumpi e mbyll dhe nuk e godet, atëherë unë nuk e presion në asnjë mënyrë që Trumpi izraelitët ta vrasin. Pra në rast se nuk vendos në një moment caktuar të mos e godasë Iranin. Pra do të kemi një president amerikan të vrarë njësoj si Kennedy. Ndërkohë Dritan rrim pak në lidhjen e mesme, po tashmë tek një përçarje, po them, për të mos i vënë një emër tjetër midis Emirateve të Bashkuara dhe Arabisë Saudite, je i vetmi, them unë, që e kemi cekur këtë aksin, kemi folur për akse, por do doja shumë të dija çfarë po ndodh aktualisht dhe çfarë e ka bërë këtë situatë që të bëhet shumë interesante dhe për faktin se Erdogan ka deklaruar sot që ka anuluar një takim me Bin Zayedin për shkak se ky i fundit ka marrë një goditje në zemër. Po, jo, nuk është çështje goditje në zemër, anulimi i takimit nuk ka të bëjë me çështjet politike dhe gjeopolitike në rajon. Ka të bëjë për çështje shëndetësore, pasi Bin Zayedi ka kohë që është i sëmurë nga leuqemia dhe ka disa muaj që ndodhet në gjendje shumë të rëndë shëndetësore dhe është pamundur që edhe të lëvizet dhe dalë, hyn e del nëpër koma, pra. Për shkak të leuqemisë, po vetë Bin Zayedi dhe për këtë arsye është anulluar edhe kjo. Nuk ka të bëjë me çështje të gjeopolitikës. Po gjithsesi. Po jo, nuk ka të bëjë me çështje gjeopolitikës anullimi, është seriozisht është çështje e smundjes, sepse në këto 3 muaj janë anulluar cerebrale, mu duk sikur, po gjithsesi duhet ta verifikosh. Për shkak të leukemisë, për shkak ka pasur disa goditje të ndryshme, krijohen gjëra të tjera, është në gjendje shumë të rëndë. Dhe nuk është vetëm Turqia, para një jave ministri i jashtëm, i dërguari i ministrisë jashtme kineze u anullua takimi sepse nuk ishte në gjendje të priste, pra këtyre 3 muaj ka pasur disa anullime takimesh për shkak të gjendjes shëndetësore, pra ka ardhur si nuk ka të bëjë me çështje politike, me çështje gjeopolitike, realisht pra, ta themi. Kurse mosmarrveshja midis Arabisë Saudite dhe Emiratet Bashkuara Arabe ka nisur në Sudanin, në Yemen, pra në ato që quhet në pjesën e Yemenit jugut, i cili kontrollohet pjesërisht nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe nga Arabia Saudite. Në një moment caktuar Emiratet e Bashkuara Arabe vendosën që të përkrajnë njërin prej tyre forcave të tjera dhe të marrin komplet territorin që kontrollonte Arabia Saudite. Arabia Saudite vendosi në atë moment të godiste forcat proxy që kishte në jug të Yemenit, pra në këtë pjesën e Yemenit tej. Kjo pjesa e Yemenit është e kontrolluar nga Huthët. E gjithë kjo. Kjo pjesa është në cilën bëhet për këtë bëhet fjalë. Kjo është mosmarrveshja. Kjo pjesa është mosmarrveshja dhe këtu nisi mosmarrveshja. Dhe kjo është ndarë nga 2 grupe. Njëri grup që lufton këtu, njëri grup kontrollohet nga Arabia Saudite, kurse njëri grup kontrollohet nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Grupi që kontrollohet nga Emiratet e Bashkuara Arabe në nëndorë viti që shkoi tentoi të merrte komplet territorin në kontroll. Me ndërhyrjen ushtarake të Emiratet e Bashkuara Arabe, atëherë gjithë grupi i cili kontrollohej nga Emiratet e Bashkuara Arabe u largua nga këtej, sepse nuk mundën. Kurse para 2 javësh çka kanë bërë? Emiratet e Bashkuara Arabe kanë bërë një lloj, një lloj revolucioni portokalli, ku janë ngritur popullata dhe ka filluar të marrin nën kontroll ato qytete dhe qytetet të cilat mbaheshin nën kontroll nga Arabia Saudite. Pra ka nisur përplasja e parë ashtu, nëse përplasja e dytë që ka të bëjë, përplasja e dytë ka të bëjë me çështjen e Xhibutit,
Pra, me çështjen e kësaj Somalis në Somali, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë një bazë në atë që quhet Somaliland. Po, që shpalli pavarësinë Somaliland. Po, kanë ngritur një bazë ushtarake atje në këtë Somaliland dhe në këtë bazë ushtarake në Somaliland, ata ja kanë dhënë të përdorin edhe forcat izraelite. Dhe Izraeli e njeh Somalilandin. Pra, ka njohur zyrtarisht. Njohja nga Izraeli e Somaliland ka qenë të parë që kanë kundërshtuar kanë qenë Arabia Saudite. Në këtë sepse njohin Somalinë edhe Turqia. Kjo ka qenë përplasja e dytë, ndërsa përplasja e tretë ka të bëjë me Sudanin. Këtu në Sudan, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Izraeli përkrajnë forcat e jashtë forcat e ndërhyrjes shpejtësh, rapid force që është ajo, dhe kundër qeverisë sudaneze. Qeveria sudaneze është me mbështetje të Arabisë Saudite dhe të Turqisë edhe të Egjiptit. Në këtë aspekt. Pra, këtu kemi një përplasje, dhe kjo përplasje kanë ditur. Por këto dy akse e kanë fjalën. Arabia Saudite i ka kërkuar me kohë Emiratet e Bashkuara që të ndalojë furnizimin me armatime me gjithçka tjetër të këtyre forcave në Sudan, por Emiratet e Bashkuara nuk e kanë bërë dhe në bashkëpunim me Izraelin vazhdojnë të bëjnë dhe po përplasin pra këto forca. Dhe për të treja këto arsye, përplasja ka qenë e madhe dhe është krijuar ky aksi midis Arabisë Saudite, Turqisë dhe Egjiptit, të cilat përkrajnë qeverinë të Sudanit. Së fundmi Erdogan bëri vizitë. Të cilat jo vetëm atë, po jo vetëm që përkrajnë qeverinë e Sudanit, por përkrajnë edhe qeverinë e Somalisë, pra qeverinë zyrtare e Somalisë, dhe nuk janë kundër ndarjes së Kundërshtojnë Somalilandin. Turqia para një jave dërgoi edhe tanke prodhim amerikan, ja dërgoi ushtërisë të Somalisë për të luftuar kundër këtyre forcave separatiste në Somaliland. Pra, ky është aksi që është përplasur. Pra, këto të treja, në këtë moment është erit Emiratet janë me Izraelin. Emiratet janë me Izraelin, kurse këto tre vendet e tjera janë bërë bashkë. Pra, Arabia Saudite, Turqia dhe Egjipti. Janë kundër tyre. Kjo është përplasja që po ndodh. E qartë, Trump tha që unë mund të ndërhyj, tha, por nuk dua të ndërhyj. Mund ta zgjidh këtë, tha, po nuk është momenti që... Unë nuk besoj që Trump mund ta zgjidhë këtë punë, sepse Trumpit intereson që kjo punë të vazhdojë kështu, sepse intereson që qeveria e Sudanit të bjeri, intereson edhe Somalilandit të shkëputet nga Somalia, dhe intereson edhe pjesa tjetër e Jemenit të merret nën kontrollin e Emirateve të Bashkuara dhe Izraelit në mënyrë që ta përdori kundër Houthëve në çdo kohë. Pra janë territore pika strategjike, të cilat i interesojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe për këtë arsye nuk ka për të ndërhyrë në asnjë moment dhe më pret se çfarë do ndodhë. Dritan, ndërkohë para se të kalojmë tek konflikti Rusi-Ukrainë, ka një shqetësim shumë të madh në Izrael për sa i përket raketës turke Cenk, që ka 2000 kilometra... Cenk, pra në shqipse C-ja në turqisht është G. Cenk. Si e vlerëson këtë zhvillim, sepse shqetësimi është që kjo mund të ndryshojë balancën strategjike në lindjen e mesme, sipas citoi agjenci të ndryshme izraelite këtu. Kjo nuk është çështje e balancës, është çështje e ekspansionit zionist. Do të kemi gjë parasysh që dy janë fuqitë rajonale të cilat e bllokojnë ekspansionin zionist sot për sot. Para është Irani dhe dyta është Turqia. Pra, zionizmi sot nuk po shkon që të bëhet atë, zionistët kanë idenë e tyre për të krijuar nga deti në lum, pra nga deti në Eufrat. Është një video aty regjia. Pra, nga deti në Eufrat. Po. Dhe kjo nga deti në Eufrat përfshin territorin e Sirisë, territorin e Kurdëve, territorin e Irakut, pra të Jordanisë, edhe Arabisë Saudite, edhe gjitha. Aktualisht këtë qëllim të tyre hegemonist biblik, bazuar mbi çështje biblike të tyre, dy janë shtetet në rajon të cilat e ndalojnë këtë. Irani dhe Turqia. Irani dhe Turqia. Me Iranin po duan ta zhbëjnë, ta dobësojnë, ta marrin në dorë, duke përdorur Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kur të mbarojnë me Iranin, do t'i kthehen Turqisë. Me të gjitha format dhe mënyrat. Totalisht. Sepse këto të dyja e pengojnë aktualisht nga ana geopolitike dhe geostrategjike këtë projekt, që ky projekt të zhvillohet dhe të bëhet. Dhe turqit kanë kuptuar një gjë, pra turqit kanë kuptuar që kanë me kohë që e ndjekin përgatitjen raketore iraniane. Dhe kanë kuptuar që sidomos në vjet e kuptuan qartësisht që sistemi raketor është ai që të jep një mbrojtje strategjike dhe një vlerë strategjike rajonale. Pra Irani ka këtë sistem raketor që i ka dhënë fuqi rajonale, strategjike në gjithë rajonin.
Dhe turqit e kanë parë si sepse e ashtu si Irani edhe Turqia nuk ka kufi me Izraelin. Po. Dhe largësia më e afërt, pra largësia më e afërt nga Izraeli në Iran në Turqi është 500 kilometra. Distanca më e afërt ndërmjet tyre. Dhe Turqia nuk është një fuqi detare. Sepse lidhet nëpërmjet detit, po s'është fuqi detare që të mund ta sulmojë me forcë detare e Izraelin. Nuk e ka këtë kapacitet. Atëherë duke parë që edhe Irani nuk ka kufi, po Irani arriti të godiste fuqishëm Izraelin nëpërmjet një sistemi raketor. Atëherë turqit kanë kuptuar që duhet ky sistem raketor të bëhet edhe ky bazë për të rritur fuqinë strategjike të Turqisë në rajon në përballje nesër me Izraelin. Dhe drejt kësaj po shkojnë. Kanë prodhuar disa raketa, kjo është një prodhim. Raketa Xhenk nuk është prodhim i ri, raketa Xhenk është prodhim i vitit 2023, për herë të parë është testuar në vitin 2023 dhe kur është testuar në 2023 ajo ka pasur distancën 1000 kilometra. Tashmë është testuar raketa e dytë, po Xhenk, me distancë deri 2000 kilometra. Pra, është rritur distanca e të njëjtës raketë, nuk është raketë që prodhua për herë të parë. Ka këtë fuqi dhe në këtë aspekt duke e bërë 2000 kilometra, atëherë nga gjysma e Turqisë, pra në rast se regjia më ndihmoj me një hartë të rajonit, nga gjysma e Turqisë, edhe këtë pra duke qenë se kjo është raketë, kemi të bëjmë një raketë balistike me rrezet mesme veprimi, sepse raketa deri në 2000 kilometra raketat balistike Dritan dhe njëherë se ata që na dëgjojnë nuk është se balistike e kanë fiksuar. Pra, raketat balistike janë raketa me lëshim vertikal, të cilat dalin nga hapësira dhe pastaj hyn në hapësirë. Shikoni Turqia dhe shikoni ku është edhe Izraeli. Këtu. Pra ky është Izraeli, kjo që shihni, kjo është kuqja këtu. Pra distanca më e afërt nga këtu është 500 kilometra. Në rast se bëjmë 2000 kilometra, atëherë nga çdo pjesë e bregut, edhe nga thellësia e territorit. Sepse pasi Turqia ka një territor, ka një thellësi strategjike, me 2000 kilometra mund të arrish edhe cepin më fundor jugor të Izraelit. Pra në këtë moment, Izraeli është bërë i cënushëm nga pikpamja strategjike dhe Turqia mund t'i shkaktojë dëm e Izraelit pa pasur nevojë të ketë përplasje direkte. Turqia po merr atë që ka Irani, po merr atë po kopjon Irani në këtë aspekt dhe për këtë arsye Izraeli quhet ndihet i kërcënuar për arsye se nuk mund t'i shkojë më hegemonia e tij, pra me turqit që ka bërë, dhe turqit e kanë prodhuar këtë raketë. Tashmë është në fazën e testimit, e ka kaluar testimin e parë që rrin 2000 kilometrash. Do të varet nga sasia që turqit do të prodhojnë. Pra çështja e turqit kanë edhe dy raketa të tjera. Një raketë është 230 km, 250 km, kurse një raketë tjetër që është testuar, Tajfuni është 560 km. Me Tajfunin, pra nga çdo pikë këtu, nga këtu, duke nisur nga këtu, gjithë bregun, edhe deri këtu mund të rrëzohet, mund të lëshohet Tajfun sepse 560 km pra çdo lloj në këtë pjesën veriore të Izraelit mund ta godasësh. Turqit janë duke testuar një raketë tjetër Tajfun me 1000 km. Pra me 1 kilometër shkojnë deri në gjysmë të Izraelit, kurse kjo me 2 ka goditet, pra goditjet bëhen më të mëdha. Do të kemi gjithë parasysh që raketa Xhenku ka sasinë e eksplozivit deri tash 1000 kg, pra 1 ton. 1 ton është sasia eksplozive që përdor. Kur hyn dhe ka një veçori, është vetëm raketa aktualisht balistike turke e cila e ka kokën e manovrueshme. Pra në momentin që rihyn në atmosferë, koka është e manovrueshme dhe mund ta manovrosh për të dikur radarëve ose për të dikur aty. Por ka një gjë, përdor dy lloje sisteme radarësh. Po. Përdor GPS-in, pra për sistemin global që duhet, për atë që quhet Global Navigation, pra navigimin global që duhet për të arritur në objektiv, përdor dy lloj. Përdor GPS-in dhe përdor GLONASS-in. GPS-i është sistemi amerikan, kurse GLONASS është sistemi rus. Pra e kanë klonuar, por në raketë kanë futur të dyja, që në rast se bllokohet GPS-i, atëherë funksionon sistemi GLONASS i rusëve, cilën nuk mund ta bllokojnë, sepse nuk e kanë kapacitet ta bllokojnë. E qartë. Pra në këtë arritur mund të ajo koka pas hyn mund ta kalojë shpejtësinë, shkon deri në shpejtësinë 5 Mach, pra 5 herë shpejtësinë e zërit që mund të jetë diku të rreth 6000 km. Kjo e bën një raketë deterrence Dritan? E bën një raketë deterrence, por deterrenca e kësaj rakete varet pastaj nga sasia e raketave që Turqia arrin të prodhojë. Po, e qartë. Dritan, tani kalojmë pak tek ajo që po ndodh midis Rusisë edhe Ukrainës. Kemi patur dhe do kemi një takim, më bëri përshtypje, domethënë ekipet, sidomos ekipi rus, te ky takim që do bëhet në Zvicër edhe ky.
ku ishte bënde përshtypje që do ta drejtonte këtë takim vetë Vladimir Medinski, që ka qenë edhe kryetari apo udhëheqësi i takimit i grupit dhe ekipit që arriti që në 2020 kur ishte 2022 apo 23 që të kishte një paqe në Stamboll, që të ishte një mundësi në një arpushim 22 ku Boris Johnson akuzohet se e prishi si marrëveshje që palët kishin mbritur. Pra ishte Vladimir Medinski, ishte edhe Dmitri Kirill, më duket që është i dërguar i special i Putinit. Pra ajo që më bëri përshtypje se zakonisht nuk është se jemi fokusuar, po është një nivel i lartë në kuptimin e përfaqësimit. Si e vlerëson këtë mundësi? Shiko, ky takim në Gjenevë është bërë për të thjeshtësuar punën e, pra i është mbajtur një hartë të amerikanëve, edhe të rusët kanë përdorur këtë edhe nga ana politike, pra me dy qëllime politike. Pse kanë pranuar takimin në Gjenevë? Takimin në Gjenevë kanë pranuar, duhet të kemi që në të njëjtën ditë, pra takimi mbahet sot dhe nesër. Po sot dhe nesër mbahet takimi në Gjenevë dhe midis Iranit dhe Amerikës. Dhe takimi midis Iranit dhe Amerikës e prezanton Witkoff dhe Kushner. Takimin midis rusëve dhe ukrainasve Witkoff dhe Kushner. Të dy. Pra të dy. Dhe çka kanë zbërë rusët? Kanë lozur në mënyrë diplomatike shumë perfide. Në mënyrë që duke qenë se takimi Iranit do të mbajë në Gjenevë, takimi Iranit, dhe takimi Iranit është kërkuar në Gjenevë nga Omani. E qartë. Omani. Atëherë, duke qenë se edhe takimi ishte po në njëjtën datë, për të thjeshtësuar takimet e Witkoffit dhe të Kushnerit, pra që këta të mos hynin në avionit dhe të shkonin në Stamboll, pastaj të shkonin në Arabi Saudite, diku tjetër ku ishte takimi i parë. Atëherë rusët kanë thënë ne bijmë takimin ku doni ju, pra grupin ku doni ju. Dhe mbasi ky takim do bëhet në Gjenevë, ne bijmë në Gjenevë. Pra e para i bëjnë qefin Trumpit, sepse Trumpi për këto gjëra preket që amet i shef këto që po sepse shiko, këta vinë ku duam neve, pra kjo është ideja, pra krijohet ideja, pra loja e rusëve, dhe e dyta është veprimi diplomatik i rusëve. Deri më sot, çdo lloj delegacioni rus, përfshi dhe Medinskin, i cili është një person i sanksionuar nga Bashkimi Evropian. I sanksionuar? Po, është nën sanksione, nuk mundet të udhtojë në Bashkimin Evropian. Ndërkohë që ekipi rus ka udhëtuar në drejtim të Bashkimit Evropian dhe ka vajtur në Gjenevë, pra e ka thyer të sanksion. Normalisht që nuk është pjesë e Bashkimit Evropian kjo, Zvicra, por ama ka kaluar mbi gjithë territoret e Bashkimit Evropian për të vajtur në Gjenevë. Pra të gjitha vendet e Bashkimit Evropian që në konferencën e Miniut bërtisin me të madhe që Rusia duhet ta shuajë, Rusia do ta shkatarrojmë, do ta bëjmë, do ta luftojmë, janë detyruar nën presionin amerikan të heqin përkohësisht të sanksion dhe të lejojnë udhëtimin e një avioni rus në hapësirën ajrore europiane për të ardhur në Gjenevë. E qartë. Pra, dhe me këtë janë treguar dy gjëra. Pra, e para Amerika i ka treguar Evropës që ju nuk jeni askushi, pra këtu vendosun, ju nuk vendosun, ju mund bëni gam sa doni, po thjesht jeni chihuahua në këtë aspekt. Këtu vendosun, pra unë takimin e bëj në Evropë dhe juve nuk jeni as pjesë e takimit. Dhe ju nuk jeni pjesëmarrës, po. Pjesë takimit dhe e dyta, jo vetëm që e bie këtu, por juve nuk e ndaloni dot dhe jepni edhe leje për të udhëtuar delegacioni, edhe ai delegacioni i cili është i sanksionuar. Pra, kjo e bën Evropën zero në raport me fuqinë politike amerikane. Pra nuk ka më Evropa më vete, por është vetëm Amerika dhe Evropa është pjesë e kësaj Amerike, do shua u fare, unë jam këtu dhe nuk lëviz. Dhe prandaj dhe ajo që kanë bërë rusët, prandaj rusët kanë lozur në një mënyrë diplomatike perfide, duke treguar që shiko, ne në marrëdhënie neve njohim vetëm Amerikën, juve s'u pierdhin fare, pra juve Evropa për neve s'ekziston hiç. Dhe ne në rast se merremi vesh me Amerikën, ne vim në Evropë kur të duam neve dhe si duam neve dhe juve s'keni ç'a bëni. Pra në këtë moment, gjithë retorika që gjithë liderët evropian mbajtën në konferencën e Miniut në këto 3 ditë të fundit, gjithë kjo retorika luftë nxitse, kërcënuese ndaj Rusisë u bë zero me lejimin e këtij delegacioni të lartë rus për të ardhur. Dakor. Nivel kaq i lartë delegacioni dritan paralajmëron, ka qenë jo nuk paralajmërojnë asgjë, nuk do të thotë asgjë. Jo, i nisëm një deklaratë të Trumpit që do të kemi bisedime të mëdha. Ka vetëm një diçka që ky takim me këtë nivel, takimi i parë ishte në nivelin teknik,
Pra nëse Ishte në Oman. Ishte në Oman në nivel teknik dhe ishte shefi shërbimeve sekrete të ushtrisë ruse. Ai admirali që folëm. Po. Dhe do me thënë që janë mbajtur 2 takime me ata. Pra ato 2 takime do kenë qenë të frutshme, pra sepse në fillim bëjnë takime teknike, pra që vendosen pikat kryesore, pikat teknike, dhe në rast se këto pika janë të frutshme, pra arrinti në një farë marrëveshje deri diku,